Hani 3 fiq në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Fiku është një frut që shoqëron verën më shumë se çdo frut tjetër. Fiqtë hahen të ftohtë në ditët e fundit të korrikut dhe gjatë gjithë gushtit në vendet e mesdhehut. Por cilat janë përfitimet kryesore që sjellin fiqt në organizëm dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur I konsumoni ato në mënyrë të pa ndërprerë? Fiqt janë të pasura plot me vitamina. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hekuri, kalciumi, fosfori, gjithashtu kaliumi, vitamina A, vitamina B1, B2 mund të gjenden te fiqt me shumicë dhe t'i japin gjithashtu përfitimet e tij në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë për organizmin edhe në betejën kundër kapsllëkut. Fiqtë mund të mbajnë larg kapsllëkun. Fiqtë kanë në veti të lehta laksative. 3 fiq në ditë do të largojnë kapsllëkun një herë për gjithmonë, të freskët ose të thatë. Ato bëjnë një punë të mirë për shëndetin e zorëve. Fiqtë do të ndihmojnë gjithashtu në ruajtjen më të mirë të peshës trupore. Sipas një studimi natyral, fiku është I pasur me elementë që mbajnë të ngopur për më gjatë dhe përmirësojnë tretjen. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për kur bëhet fjala edhe për persona të cilët duan të evitojnë tretjen e dobët. Fiqtë ndihmojnë gjithashtu në betejën kundër radikaleve të lira. Fiqtë, një ushqim me veti të mira antioksiduese e mbron trupin kundër radikaleve të lira të cilat shkaktojnë edhe plakjen. Në fakt, sipas një studimi të fundit, fiqtë, mollët, kumbullat dhe dardhat mbrojnë në betejën kundër radikaleve të lira dhe ndihmojnë organizmin tuaj të qëndrojë më I fortë edhe më I shëndetshëm. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj kardiovaskular. Fiqtë përmbajnë gjithashtu elementë të cilët ulin trigliceridet në gjak dhe mbrojnë zemrën edhe nga sëmundjet e ndryshme. Ndaj konsumi I fikut në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Nëse doni që ky frut t'i japë përfitimet e duhura në mbrojtjen e organizmit, konsumojeni atë në mënyrë të rregullt dhe brenda sasieve të rekomanduara. Fiku konsiderohet si fruti I parajsës, I cili ripërtërin forcon, ruan shëndetjen dhe mund të largojë dhe rrudhat. Kjo bimë jep shumë ndërkohë që nevojitet pak, vetëm një tokë e varfër dhe ndonjë pikë ujë. Është ndër frutat më të njohur dhe më të shëndetshëm për organizmin, me vetitë e tij shëruese. Fiqtë përmbajnë nivele shumë të mira të magnezit. Magnezi është një nga elementët bazë që mbron sistemin imunitar nervor nga stresi. Ai është shumë I rëndësishëm për kockat, imunitetin dhe shëndetin e trurit. Fiqtë do të promovojnë gjithashtu dhe ngadalësimin e procesit të plakjes. Fiqtë e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa ata të freskët. Shtimi I fiqve në dietën tuaj do të ofrojë nivele të pasura të kaliumit, kalciumit, hekurit, bakrit, vitaminës B6, vitaminës C si dhe beta-karoten. Përmbajtja e ulët e yndyrnave dhe përmbajtja e lartë të fibrat më shumë se cili do frut ose perime tjetër është një arsye kryesore pse fiku duhet të konsumohet çdo ditë në dietën tuaj. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë të plota, efektive dhe do të evitojnë gjithashtu komplikacionet që I kanosen shëndetit. Përqindja e lartë e sheqernave mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për t'i dhënë organizmit tuaj të gjithë elementët bazë. Përqindja e lartë e sheqernave natyrore të fiq do t'i sigurojë trurit tuaj të punojë më shpejt për të parandaluar dhe klasifikuar më mirë edhe informacionet. Sigurisht diabetikët duhet të kenë më shumë kujdes me konsumin e fiqve, por duhet të konsumohen ato brenda normës së lejuar për të marrë ndikimin e tyre natyror në mbrojtjen e shëndetit. Fiqt janë një nga burimet të shkëlqyera të ushqyesve të duhur për trupin. Janë gjithashtu edhe një vakt praktik I vlefshëm për atletët rekreativ dhe profesionistët.
ndërsa gjithashtu ai mund të jetë një vakt shumë i mirë edhe për kombinimin e mbrojtjes së organizmit. Çaji i fikut mund të lehtësojë problemet të mëlçisë, të fytit dhe të organeve të tjera, si dhe të problemit të gurve të thithit. Ndaj, përfshirja e tyre në vakte ditore mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë nxitse për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Fiq të përmbajnë gjithashtu edhe sterole bimore, të cilat kanë dëshmuar se mund të mbrojnë më mirë organizmin tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve, për të cilat është dëshmuar se ka efekte të dobishme kundër problemeve të kolesterolit. Studimet e shumta kanë zbuluar se komponentët efektiv të mundshëm që gjenden te fiqt mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të mbrojtur lëkurën tuaj kundër problemeve të ngjashme. Fiku përmban 80% ujë dhe sheqer natyror përmban 60%. Kështu që dobia e konsumit të fikut është e shumëfisht, ashtu si dhe mënyra e konsumit të tij mund të japë vlera të mëdha për organizmin. Ndaj konsumi i fiqve brenda rekomandimeve të duhura ditore është një nga përzgjedhjet më të mira për të nxitur organizmin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Përfitimet që fiqt të sjellin për organizmin janë vërtet të larmishme. Më shumë fiku këshillohet të konsumohet në mëngjes. Koha më e mirë për të ngrënë fiq është mëngjesi në mënyrë që ato të pastrojnë sistemin tuaj tretës gjatë gjithë ditës. Pastrimi i sistemit tretës është një nga veçoritë më unike të këtyre frutave të ëmbël të verës. Fiqt janë fruta të shkëlqyer për shëndetin e mëlçisë. Ato kanë nivele të larta të alkalinëve, të cilët ndihmojnë në rregullimin e pH-it në tremb. Fiqt janë të pasur gjithashtu me element të mirë ushqyes në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Fiqt përmbajnë element të cilat mbajnë larg shqetësimin e radikaleve të lira. Kur konsumohen në mëngjes, fiqt qetësojnë organizmin, japin energji dhe fortësi dhe mbrojnë gjithashtu organizmin tuaj. Konsumi i fiqve mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira që shërben për rregullimin dhe stabilitetin më të mirë të sistemit tuaj tretës, në lehtësimin e problemeve të kapsllokut dhe nxitjen më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Ekspertët thonë se fiqt janë gjithashtu një rekomandim shumë i çmuar për organizmin tuaj në betejën kundër komplikacioneve. Sipas studimeve, fiqt rekomandohen për të konsumuar herët në mëngjes, edhe për të pasur fuqi dhe shëndet më të mirë për të gjithë organizmin. Gjithashtu, falë fibrave, mineraleve dhe elementeve ushqyes që kanë, ato mund të luajnë një rol pozitiv për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Fiqt janë një nga burimet natyrore më të mira të proteinave, element këto shumë të rëndësishëm për shëndetin tuaj. Fiqt gjithashtu janë një burim i mirë i vitaminës A, vitaminës C, vitaminës D, vitaminës B, të cilat mund të japin një mbrojtje më të mirë për organizmin tuaj. Ndaj, përdorimet të tilla të fikut mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për nxitjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se shtimi i fiqve në vlerat tuaja ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira nxitse edhe për zemrën dhe për kockat e forta. Fosfori, vitamina D dhe kalciumi që gjenden te fiqt i bëjnë kockat më të forta. Një fik plotëson 3% të nevojës tuaj ditore të kalciumit. Duke konsumuar atë çdo ditë, paksoni riskun e shfaqjes së osteoporozës. Shëndeti juaj i syve do të marrë vlerat e duhura nga fiqt. Vitamina A tek fiku përmirëson shëndetin e syve. Konsumi 3 deri në 4 fiq në ditë mund të ulë riskun e humbjes së shikimit si pasojë e moshës, citon Healthline. Fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë për kockat dhe shëndetin imunitar. Ato janë të mira kundër problemeve të zemrës dhe gurve të veshkave. Fiqt janë një nga përzgjedhjet më të pasura të antioksidantëve me vitaminën E, vitaminën A dhe vitaminën C. Antioksidantët do të eliminojnë radikalet e lira dhe do të parandalojnë sëmundjet e zemrës dhe gurve në veshka. Ndaj sigurohuni që të konsumoni fiq të freskët në dietat tuaja ditore dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë vërtet mbreslënse
për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.